i kemi lënë të gjithë, unë kom qenë në Gjermani, kom qenë Stuttgart, i punësum, kom pas punë rregull krejt. Kur gjë nuk ka mungue, vetëm liria në Kosovë ka mungu. Edhe imi organizu ne si shok atje. Jemi organizu atje dhe kemi ardhë në Shqipëri. Po. Para se marrë në Shqipëri, kom bisedu me Skënderqekun, general Skënderqekun, ka qenë për ushtarak. Kemi qenë shok edhe për para, kemi marrë pjesë në demonstrata në 90-ën, bashkë. Bileskenda në 90-ën ka qenë i plagu në kam demonstrata. Edhe kemi bisedu me të dhe ka thonë që sa tash është koha, dojmë organizu dhe dojmë hinë Kosovë. Po. Edhe ne me marrëveshjet shokëve atje dhe vllaznive miq, familjes teme, jemi organizu edhe jemi ardhur në Shqipëri. Aty dikun 2 javë, 3 javë kemi ushtru. Se i kishim disa të ri. Djemë të ri që nuk kishin përvoja për armë, se unë nuk kom pas një unim mjaft për armë. Kom ushtru dhe për para, ma heret, po. Edhe dashta shkakuj, aty ne jemi vënu, se mu nuk më prit ke barë Kosovë. Kisha qef sa ma heret më mrëj. Edhe kemi ardhur ditë, kemi organizu në Shqipëri, pas andenaj kemi ushtru në Shqipëri, atje, me disa general të Shqipërisë atje. Me gjithë ne kemi pas Skënderqekun, ka qenë për ushtarak, kemi pas nevojë për kërkon sa për një uri ushtarake. Edhe pas anej jemi organizu dhe kemi ardhur, kemi hyrë në Kosovë. Po. Kem qenë një grup, kem qenë dikun prej 50 vetave, kem qenë me Binak Dinaj ka qenë një ndër ushtarët e parë të celullave të para të ushtrisë shërimtarët Kosovë në duka gjenë këto, edhe në Kosovë. Me Binakin e me Skënderqekun, tash po duhet me çek Skënderqeku është dëshmor dhe duhet patjetër duhet t'i japim gjithmonë, do t'i japim atë që e ka bën. Nuk po dojmë as mjashtu as mja mungue. Për të ndjekur episodin e plot, bëni subscribe në kanalin Miranda Shala në YouTube.